Kur natyra të jep kumbulla me shumicë, çfarë bën ti me to? Gjatë kësaj jave do t'ju tregoj disa mënyra të ndryshme se si mund t'i ruani kumbullat, që mos t'i shijoni vetëm për një sezon të shkurtër, por t'i keni ato gjatë gjithë vitit. Kumbullat fillimisht do t'i lajm, më pas i presim në mes, largojmë farën dhe do t'i hedhim në një enë të bollshme. Aty do shtojmë rreth 1 litër ujë, do t'i ziejmë deri sa kumbullat të treten plotësisht. Këto kumbulla sot do t'i konservojmë në formën e lëngut. Ndoshta ka njerëz që lëngun e preferojnë të ëmbël, sepse kumbulla nuk është aq e ëmbël si frut, mund t'i shtoni sheqer, por personalisht nuk e dua sheqerin në lëngun e kumbullës. Nëse vjen ndonjë mysafir që e preferon më të ëmbël, thjesht i shtojmë sheqerin kur ja servirim. Lëngun e lëm të ftohet pak dhe më pas fillojmë dhe e kullojmë në një kullojse të tillë. Gjatë kullimit duhet kemi parasysh që ta trazojmë gjithmonë me një lugë dhe të mundohemi që bashkë me lëngun të marrim edhe tulin e kumbullës. Në këtë mënyrë i kemi të gjitha vlerat brenda. Pasi ta kemi gati, do ta ruajmë atë në shishe qelçi dhe do ta vendosim direkt në ngrirje. Në këtë mënyrë i ruajmë të gjitha vlerat e lëngut 100%. E di që shumë prej jush ndoshta do thonë që por shishet e qelçit qahen në ngrirje. Nuk është e vërtet. Nëse shishet e qelçit që ne do përdorim janë të cilësisë së mirë, mbushen me lëng të ftohtë dhe lihet pak hapësirë sipër, ato nuk qahen asnjëherë. Ky lëng, përveç shijes së mrekullueshme, ka edhe shumë vlera shëndetësore. Prandaj, nëse keni kumbulla me shumicë, lëngu i tyre është forma ideale për t'i ruajtur. Një mënyrë tjetër për të ruajtur kumbullat është ajo tradicionalja e reçelit të kumbullës. Dhe për këtë recetë, kumbullat duhet jenë sa më të pjekura dhe të kenë arritur ëmbëlsinë e tyre natyrale. Sa më të ëmbla të jenë kumbullat, aq më mirë, sepse nuk i shtojmë shumë sheqer reçelit. Këto lloj kumbullash janë kumbullat e mia më të preferuara për të bërë reçel. Dhe kur i përgatis, kam dëshirë që ta ruaj formën e kumbullës. Për këtë arsye, reçelin nuk e bëj në tenxhere, por e bëj në tavë. I vendos në këtë mënyrë që shikoni në video, në shtresa, bashkë me sheqerin dhe disa feta limoni. Masa e sheqerit varet nga sasia e kumbullave që ju do përgatisni, por zakonisht për 1 kg kumbulla, unë përdor gati 700 gram sheqer. Kumbullat dhe sheqerin është mirë që t'i lëmë të pushojnë bashkë për 3-4 orë para se t'i vendosim në furrë. Kjo bën që sheqeri të shkrijë dhe kumbullat të lëshojnë lëngun e vet para se të vendosen në furrë dhe të gatuhen në një temperaturë të ulët, rreth 150 gradë, për rreth 2-3 orë, derisa lëngu të trashet dhe të qëndrojë mbi thua si pikloti. Sa më shumë ftohet lëngu, aq më i plot bëhet. Reçelin do ta ruajmë në vazo qelçi të sterilizuara, siç e shikoni, forma e kumbullës ka mbetur ashtu siç duhet dhe më pas këtë reçel e keni gati ta shijoni me familjen gjatë gjithë vitit. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.